për shkak të ndalimit të reshjeve, apo jo Aldo, mi mbrëma? Mirëmbrëma, ju përshëndes. Atëherë përsa i përket situatës fundit në qytetin e Durrësit, duhet themi se të paktën rreth 4 orët e fundit të reshjet e shiut kanë qenë në intensitet të ulët në disa zona, ndërsa në qendër të qytetit pothuajse nuk ka pasur fare reshje shiu, ndërkohë që në orën 7 të kësaj pasdite përfundoi edhe mbledhja e shtabit të emergjencave, ku sipas të dhënave deri në këto momente raportohet 800 banesa të ndodhen të rrezikuara nga uji, ndërkohë që 180 persona janë evakuar nga banesat e tyre, duke u zhvendosur konkretisht në zonën e konvalescencës për një qëndrim ndoshta edhe në 2 ditët në vijim, duke pasur parasysh se situata që pritet në 24 orët në vijim qëndron ende e rrezikshme, le të themi, për sa i përket përmbytjeve që mund të shkaktohen në zona të ndryshme të qytetit të Durrësit. Po, Aldo, ndërkohë për sa i përket vetë qytetit në pjesët kryesore të tij ka problematika? Për sa i përket qytetit, duhet themi se një pjesë e mirë e rrugëve tashmë janë zhbllokuar, uji është tërhequr, por mbeten problematike zona e Ish-Kënetës apo zona e plazhit dhe sidomos disa prej lagjeve të cilat ndodhen në nivelin e detit, le të themi, apo në nivelin e rrugëve kryesore të cilat qëndrojnë nën ujë dhe nuk dihet ende se kur mund të zhbllokohen. Janë zhvendosur gjitha forcat, le të themi, të emergjencave në terren për të kryer, le të themi, verifikimet e pusetave, kanaleve të bllokuara, pastrimin e tyre, por që është një situatë ende e pazgjedhur dhe siç deklaroi edhe ministri Vëngu pak më parë nga deklarata e tij në Durrës, situata vazhdon të jetë e rrezikshme për qytetin e Durrësit edhe për 24 orët në vijim. Pra, nuk dihet ende nëse do të ketë reshje me intensitet të lartë siç është parashikuar deri më tani, apo nëse do të ketë një zhvendosje të përqendrimit të reshjeve në qytetin e Durrësit. Argjinatura e lumit Erzen deri në këto momente ka rezistuar, është një argjinaturë rreth 28 metra e lartë, por niveli i ujrave është, le të themi, në limite çfarë bën që nëse në orët në vijim do të ketë reshje të shumta dhe argjinatura rrezikon të përmbysë zona të tjera të fshatrave të Durrësit. Përgjithsisht situata është më problematike në zonat periferike të qytetit të Durrësit, por nuk mbeten pas as disa prej lagjeve në qendër të qytetit. Megjithatë, meqense ju thatë që në qendër qytetit ose në lagjet kryesore situata është e përmirësuar, po për sa i përket mësimit, procesit mësimor, do kemi mësim nesër apo edhe nesër është i pezulluar procesi? Për sa i përket procesit mësimor, deri në këto momente ende nuk ka një njoftim zyrtar, duhet themi, deri më tani nga ana e Universitetit të Durrësit është vendosur, le të themi, një njoftim për pezullimin e procesit mësimor ditën e nesërme, gjithashtu edhe në disa prej shkollave të zonave periferike janë bërë njoftime për shkak se këto zona ndodhen në pushtetin e ujit dhe duket se uji mund të mos tërhiqet për orët në vijim, ndërkohë për disa shkolla të tjera në qendër mendohet që të mos ketë mësim, pavarësisht se nuk është, le të themi, një njoftim zyrtar nga ana e institucioneve për të gjitha shkollat. Por situata e ujit të përhapur në zona të ndryshme të Durrësit ka bërë që një pjesë e bizneseve të paralizohen dhe rrjedhimisht edhe institucionet shtetërore. Mirë, faleminderit Aldo për informacionin e përcjell. Kjo ishte panorama e Durrësit, ndërkohë para se të shkojmë publicitet, doja vetëm një koment me Armirin, sepse po më thotë që edhe në Vallën e Des kemi situatë problematike, Armir? Po, kemi një situatë në fakt mjaft problematike. Ajo që ke sjellë gjatë pasditës apo e përkeqësuar tani së fundmi? Është situatë që vazhdon të mbetet e përkeqësuar, unë teksa kthehesha nga hidrocentrali Komanit, realisht jam përballur me atë situatë që ka agravuar në pak minuta për shkak të daljes nga shtratit projt të Glinës, një situatë problematike e cila po përsëritet vazhdimisht në Vallën e Des. Në fakt, aty ka një rrezik mjaft të madh për momentin, për shkak se në të dy anët e projt të Glinës ka rrugë auto të cilët lidhin lagjet në periferi të qytetit të Vallit të Dejës, të cilët kanë filluar të gryen nga prurjet masive të projt të Glinës, çfarë nëse këto rrugë do të dëmtoheshin plotësisht, atëherë do të kemi të bëjmë me një situatë mjaft problematike pasi ujërat e projt të Glinës do të përfshinë 10 banesa të cilët janë në vijën e dytë të Vallit. Situata vjen për shkak të projve apo për shkak edhe të hapjes së portave? Ka qenë një situatë për shkak të prurjeve nga malet.